Irani tha se bota duhet jetë e përgatitur që nafta të arrijë në $200 për fuqi, ndërsa forcat e tij sulmuan anije tregtare të mërkurën në gjirin e bllokuar. Irani qelloi gjithashtu Izraelin dhe objektiva në të gjithë lindjen e mesme të mërkurën, duke demonstruar se ende mund të kundërpërgjigjet pavarësisht asaj që Pentagoni e ka përshkruar si sulmet më intensive SBA Izrael deri më tani. Përgatituni që nafta të jetë $200 për fuqi, sepse çmimi i naftës varet nga siguria rajonale, të cilën ju e keni destabilizuar, tha një zëdhënës i komandës ushtarake të Iranit në komentet drejtuar Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët iraniane bën të qartë se kishin ndërmend të impononin një tronditje të zgjatur ekonomike ndërsa lufta vazhdonte. Zëdhënësi tha gjithashtu se Irani do të kundërpërgjigjej me sulme ndaj bankave që bëjnë biznes me Shtetet e Bashkuara ose Izraelin. Ai shtoi se njerëzit në të gjithë lindjen e mesme duhet të qëndrojnë 1000 metra larg bankave. Garda revolucionare e Iranit tha se forcat e saj kishin qelluar mbi 2 anije në gjirin persik që nuk ju binden urdhrave të tyre. Njëra prej tyre, një anije transportuese me flamur tajlandez, u doq. Deri më tani nuk ka pasur asnjë lehtësim në terren, apo ndonjë shenjë se anijet mund të lundrojnë të sigurta nëpër ngoshticën e Hormuzit. Kjo është ndërprerja më e keqe e furnizimit me energji që nga tronditjet e naftës të viteve 1970. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, e përbërë nga vendet kryesore konsumuese të naftës, rekomandoi hapjen e 400 milion fuqive nga rezervat strategjike globale për të stabilizuar çmimet, ndërhyrja më e madhe e tillë në histori, e cila u miratua shpejt nga Washingtoni. Por shkalla me të cilën vendet mund ta hapin atë përbën vetëm një pjesë të vogël të furnizimit. Çmimet e naftës, të cilat u rritën për pak kohë në gati $120 për fuqi të hënën, që atëherë janë stabilizuar rreth $90.